S'ka qove për allon për ty unë. Sa menon që opozita e banë për një me deri djeshme? Nuk e thash. Nuk e thash. A kum thonë e jetë? Jo, thash. Ku se kum thonë? Murtezaj? Po, ka mundësi teorike. Fatkeqësisht i vetmuar, por zëri, sipas mendimit tim, zëri i më i arsyeshëm në shpinën e madhe të Ibrahim Rrogovës. Mos e ke subjektive ti tani tu afusësh pykat aty brenda. O ka të pëlqen për kushon. Po doket. Mos, valla po. Jo shtëpia e Ibrahim Rrogovës në Velani blerim. Kjo është shtëpia e votuesve të LDK-s. Po. Se i menjeri reagoj Sadiku aty. Po, dhe kjo mund duket që është subjektive, po mu mjaft jo vetëm një herë kem pas këtu dhe zoti Murtezaj, forma qysh ai është kreti vetmuar në këto daljet e tij publike dhe në qëndrimet e tij politike, tregon që është zai vetmum në LDK, por gjithsesi së paku thash mua më duket ndër zërat më të arsyeshëm që kanë mbetë në atë shtëpi politike. Sadek, cili është reagimi që keti? Gash, ai me siguri ka shkruar status prej Francës. Profesori nderuar që shumë njerë i respektuar. Po, se ka ndaluar për Francës shkuaj status. Po me që kjo tash e boni njëri më i respektuar në shtëpinë e Ibrahim Rrogovës. Tash më i respektuar. Tash i vetmumi më i vetmumi, më i arsyeshëm në shtëpinë e Ibrahim Rrogovës. E shka tash që ku në Francë pas ka drejt më konë. Po jo, tash mundet edhe në Tezak jemi me shku për Gjermanisë që është idhëtori një partije politike, po pesha ati në subjektin politik është shumë e vogël. Ai është i nderuar, është i respektuar, megjithatë në partijën demokratike pesh për pesh ka sa minustokun PDK. Peshojmë që me pesh politike, ka thonë që ne kemi thonë njëherë që nuk do të marrim pjesë në këto takime, por me sa unë e posh, ai kishte thonë që ne vetëm me ndrue Albulena që ne do ta votojmë çdo kandidat tjetër që po dojnë një 2 orë ndeti mi qu. Po mund është mi qune se ketore, nëse ka vetëm dosja pore që se VV-ja këta le të kenë veç 20 deputet, mund është mi qune një autobus, vogël edhe i qënë ka dush ndeti. Okej, kam përgjigje nga deklaratat e njerëzve që nuk janë të kyçën drejt për drejt në kryesit partisë, ose në kryetor partije, këto janë të mira, edhe ne me profesor Murtezaj, po me gjitha ta, po kom ideja e nesër me sosh me shku për te evokatës parlamentare, jo me kriju marrëveshje politike edhe koalicion qeverisës. Jo, do ta kuptoj. Me shka dikon me të zhbloku, blej. Kur sot të obligu kërkat, me firë me full. Po thuni me bulla, me shka. Firë me full. Po ti duke me pas një ofertë në të politikë në oga. Hajdu me pas. E kam një lajm. Sepse kryetarin e vet nuk e ka në Kosovë. Është në Valencia. Është në Valencia me Sali Berishën atje, kështu që s'mund të më elon Sali Berishë. Morë me taku Albin Kurdi këto. Valencia. Takimi ka ndodhur mund me quve, o Lutfi Azhiri këtu. Po jo, kuvendit qëre. A është deputet aja? Kuvendit që tash ka fillu, kuvendi pak më bo si teatër. Pse? Sa ka thuaj ne? Sadek nuk është tani që është duke. Kanë fillu deputet edhe vetë partisë më të madhe në parlament, mes me shku me marr pjesë në kuvend. Tash me 54, prej 57. Po profesor Kraki ka shku në Francë atje me shku taku me zotin Murtezaj atje. Tash ti nesër është ditë festë, gjysa deputetët kanë me shkuar në soll. Okej. Kam një lajm, kryetarëve vetë si dir parti politike që nuk kanë me marr pjesë nesër. E qartë, e kuptuam. Nesër në Shqipëri